Po, kjo për ne është shumë e rëndësishme, se të gjitha ato treguesit këtu në Vlorë janë që ne po të intensifikojmë punën, siç po punojmë tani, siç po punojnë kandidatët, po në veçanti kryetari i degës së Vlorës, ja u thash, Hysni Shara, kryetari i degës së Selenicës, Nard Rakipi, sekretarja e degës, Nada Meçorapaj, kryetari i forumit rinor dhe gjithë kandidatët dhe shtabet e kandidatëve, ne arrim pa tjetër në këtë rezultat 6-6 në Vlorë, që ky rezultat është kapitullim për Ramën, është fitore në gjithë Shqipërinë, se rezultati këtu në Vlorë gjithmonë kështu është lidhur me rezultatin në Shqipëri. Ka një lidhje simbioz të shumë të shpjegueshme, dhe në 92 dhe në 2005, po. Unë, doktor, ju falenderoj dhe për kohën, edhe se ne mësojmë na ju tani energjinë sa ju nuk e kemi dot, nuk e arrim dot, nuk e gjim atë ilaçin, as nuk pretendojmë, po unë dëshiroj t'ju bëj në mënyrë simbolike. Kjo është kopja e librit tim, për në kuvend janë diskutimet dhe shkrimet e mia. Këto janë vite 2021-2022, tani kam dhe 2023-2024, do t'i promovojmë. Unë të falëroj shumë. Kemi 3 promovime që do bëjmë këtë javë, po kuptohet para dite. Do promovojmë veprën e Wilson Bloshmit dhe Gens Lekës. Kemi marrë 100 kopjo dhe me vllajën edhe me kritik letrar. Do promovojmë një vepër të një politikani, një luftëtari antifashist që ka qenë në luftë dhe me komunistët, dhe me qeverit dhe me fashist, dhe kanë pushkatuar nazistët, siç është avokat Skënder Muço, pjesëmarrës i kongresit të Mukjes, e pushkatuan 44, miku jonë Enver me Misha Lepenica ka bërë një studim të plot, dhe do promovojmë edhe këtë librin tim dhe vëllimin e dytë, kuptohet në ato aktivitete që ne i bëjmë për të përcjellë mesazhe. Kemi promovuar narkodiktaturën, librin e Studiusit Ndriçim Kulla në Vlorë, edhe atë do ta promovojmë në Selenicë, po kryesore nuk lëm kontaktet me njerëzit. Dhe në veçanti pjesëmarrja juaj sot, ato mesazhet që ju na dhat, po dhe këto mesazhet në këtë takimin me deputetët do na shërbejnë të gjithëve, dhe ju falenderoj shumë, po dhe ju kërkoj ndjes në fakt nëse ju ktheva se jo, por kunazi doja t'u takoj. Doja t'u takoj dhe t'u falenderoj shumë për punën që keni bërë. Punën shumë të mirë që keni bërë, por këto 8 ditë që kanë mbetur, do të kërkoja t'ishte java e jetësuaj, në kuptimin e përqendrimit të çdo lloj përpjekje që mund të bëni të takojmë sa më shumë njerëz, të mos mendojmë se pse ndigjojnë programin e besojnë me njerë. Po t'i takojmë, shanset e besimit programit janë shumë më të mëdha. Ende televizioni gjithnjë është i akullt, është i ftoftë. E thafot, kështu thonë, kështu kanë politikanë. Po kur ne i takojmë, çfarë tregoi fushata e Donald Trumpit? Fushata e Donald Trumpit pati si risin, se aty lidin risin, zakonisht risit lidin në fushatat prezidenciale amerikane, sepse ajo është janë një elektorat, një kom 350 milion, me ekipe shumë të mëdha mobilizuese, studimore, tjere me radhë. Në këtë fushat, ajo që fitoi ishte takimi. Ishte takimi me njerëz. Në këtë fushat u konstatua se nëpërmjet takimit mund të ndryshoj mendja e 1/3 së atyre që takon, çka është gjë e jashtëzakonshme. Pra edhe ne kemi një program të shkëlqyer. Unë e thash dhe në firë, më shkruan një demokrat ose si t'ja bëjnë të jam martu këtu në firë, po këta njerëz të gruas thonë nuk votojmë ne për demokrata, se a ishte në fshata për qytet, edhe më thuj pak çfarë të them, pse ta votojnë. Edhe unë ja fola në shesh për këtë. Ne, ka sa dush që thonë, ne kemi programi është për gjithë, s'është për ne. Programi ynë është për çdo pensionist, programi ynë është për çdo biznesmen, për çdo fermer, për çdo prind, për çdo nën, për çdo motër, është program me të vërtet, është program që mbyll, krijon një epokë të re, ndan Shqipërinë nga një diktaturë.
Ky tani çfarë bën një fushat në një fushat më përçmuese për qytetarët. Njihet kjo si lloj fushate. Është një fushat me të cilën ky përpiqet që të zhvlerësoj programin në hapësirën komunikative. Të bëhet është programi me premtime njëra në anë, janë batutat, janë banalitetet e tij në anën tjetër. Dhe kjo është e njohur, nuk është e njohur. Dhe ai mendon se me këto, duke nxjerr këtë sot kish marrë këtë Noisin, që të thoshte ja ka Lamborghini. Me gjëra të tilla mendojnë se mund të largojë mendjen e njerëzve dhe të thot, ja kështu është politika, kjo është autore, mos e kështu dhe këto zgjedhjet nuk kanë si, nuk kanë një pra, e ka këtë që ne do insistojmë tek programi se rruga e ndershme, rruga serioze, rruga qytetare është programi. Kërkoni prap debat, por nuk i lën ai, nuk i lën kandidatë vetë se ai është diktator. Nuk i lën të vinë debat me ju. Dhe ke popularizon Zeqinen. Qa që Zeqinen që ajo Proskovecin? Zeqirja. Popularizohet ajo që pisket. Qa e thot, pra, me një fjallë, që farë mirë mund të thush Zeqirja në majet thanës, po s'ke nuk hymë në ato fjallë, ne kemi programin. Po ajë se si e si, të zhvlerësoj para shqiptarëve së pari faktin që ka vjedhë në mënyrë të tmerrshme edhe i ka lanë me një pension mizerabel, ka lanë fermerë me një subvencion 5 herë më pak se sa në Kosovë, se sa në Maqedoni, se sa në Serbi. Se vjedhë, ndërton rrugën me çmim 10 herë më të shtrenjtë. Ndërton shkollën me çmim 10 herë më të shtrenjtë. Ndaj dhe thot, jo, thot, se këto janë për ndërtime, thot, janë për punë publike. Po, fikini ato se mos tojemi, doktor, se mos... Po, atë fiki se... Ndaj dhe forca e këtij programi përcaktohet nga takimet që bëjmë ne. Sa më shumë takime, me cilin do, nuk ka rëndësi. Takojmë 10, 3 kthejnë mendimin, dhe të synojmë më shumë elektoratin. Nuk ka e mos themi është elektorati tyre. Tani, merë lumën e Vlorës. Haj po e shtron shkretir lumën e Vlorës, më zotri. Haj po e shtron shkretir. Shiko, ka një përcaktim në natyrë, në fiziologji, në biokimi, në çdo. Uji është jeta. Domethënë, për definicioni, uji është jeta. Ky shkruaj me rrujë natyrë. Si mund t'ja marrësh ujë? Uji është jeta e atyre. Është vada, është ushqellë, është gjitha këto. Pra, ne do të shkojmë aty, shtëpi për shtëpi, tu themi aty, ata pavarësisht se çfarë po, do të dalin zot vetes tyre. Do të dalin, nuk duhet pra me fjalë, do të bëjmë një punë shumë të madhe. Unë bujar të përgëzoj për këtë botim të shumë të mirë që ke bërë dhe të uroj për promovimin që u bëni librave, edhe për Wilsonin, i cili ka disa poezi nga më të bukurat në tërësi shqipe dhe botërore, edhe Gensleka edhe shumë mirë që i bënë. Uroj që Geni Ali Aslanit të nxjerrë kokëllet e tij në të ardhshme në të shkruaj poezi. Jo të poezi. Ai është një poet i mrekullueshëm. Kam da marrë në vajza, po. Kam da marrë, se kam gjyshe. Ai është një poet i jashtëzakonshëm. Ure me Drashovicë. Poet i jashtëzakonshëm është. Poet i madh. Që du shumë mirë, doktor, faleminderit. Është një të nënë me mina. Po Leo Rombari dhe. Poet i madh. Titore, kush do të do të bëjë një fotografi pa e ngarkuar edhe syrisë poshtë, që mos ta shoh se